Të nderuar shikues e dëgjues, përshëndetje, selam aleikum. Ja ku jemi së bashku edhe këtë të premte në Z Podcast. Çdo të premte duke filluar nga ora 20. Bashkia Islame e Kosovës në YouTube dhe Z Podcast në Facebook. Temat nga më interesantet dhe përpiqemi të ndjekim hapin e aktualitetit. Haxhilerët janë të freskët akoma, se këto ditë kanë bërritur në vendlindjet e tyre. Pikërisht është kjo tema që do të trajtojmë së bashku dhe me ne për të ndarë përjetimet nga haxhi. Kemi të ftuar aktorin Dardan Gashi. I nderuar, mirë se erdhët. Mirë se gjeta. Thash që më prezanton ku thosh Haxhi Dardan. Kam filluar të rasin jashtë Haxhi Dardani apo jo? Alo po ndohet. Si më dol shumë peçi më pe Haxhit, jam drejt në shtëpi. E me shtatë shtëpis, jem nga konë haxh komplet. Kështu që si më ka thirrë më lo haxhi se. Po i pret që do të rasin ashtu. Po normal, besoj që unë kam pas një nof ku më hall, më ka thirrë haxhi. Haxhi e gjithë më ka thirrë. Edhe pa shku në haxh. Edhe pa shku në haxh. Vetëm se ke kryer ndoshta në Shumica shokët me, do më kanë dhënë më shkurtu. E xhi më thirrën pe haxhis, domosht shkurtesë. Haxhi xhi, më kanë thirrë këtë shumica e shokëve fëminisë, më kanë thirrë gjithë shurçë. Rasisht që më në patmet pe Counter-Strike të kom pas nickname-in si fëmija, edhe në patmet, pa e di që kom bo haxhi, zyrtarisht e tash njëri për shokëve më tha, e ke zyrtarizuar amin, dhe që tash e ke pas jo zyrtar tash me leje. Thiri tash ata shok dhe ja u dhash kuptimin e emrit. Ja dhash kuptimin. Thaje që ke shku në haxh bashkë me familjet. Po. Qysh e vendose me shku në haxh? I ke pas prej fëmijës qysh e përmene? Po, do mënë haxhi është, besoj që na dim që është obligim është për shpirtat islamit. Po. Besoj që secili besimtar në planimetrinë e tij e planifikon udhëtimin e vet jetësor të paktën një herë apo. Edhe haxhi nuk është një udhëtim i lehtë, qoftë ka ana ekonomike, qoftë edhe anës teknike, kohës së këtë ato që është specifikisht nuk është lehtë i arritshëm që po shkoj deri në dorës. Nuk është ashtu. Nuk është aq i lehtë. Edhe u kanë planimetri dëshire ka mëtshme realisht, po besoj ka herë që kur të vjen thirrja, kur të vjen lista që i madhe ka përgatitur, vjen shumë spontanisht. Unë kam pas ëndër me shku kolektiv familjarisht, në familjare me shku. Tjetër përjetim kurse kom jam përjetime që e kompletu pe omrës që është shumë njësi shumë e vogël mat e fuqishme emocionalisht krahasu me haxhin. A nuk ka shujti ecjen e mallit çabës umreja? Padyshim që merr shumë prej pen shumë prej ujit, po ete nuk ta shkon kurrë për çabën. Është çashtu nuk po ngjiken njëri me çabën, nuk po ngjiken njëri me Medinën, në dy vendet e shajta. Islami realisht që ndjeni për të ndëmon, realisht krijon një farë varësie për tyne. Po në umre kom pas po, do më është qashim emocion i fuqishëm, kur të shkojsh në Medinë ose në Qabe, në Mekë, sa që ndën me do me njerëz të dashën, e kush më dashën se sa familja, edhe për atëherë e kom pas dëshirë, edhe nuk di më thonë qysh është ardhë, se më thash, haxhi është një udhëtim që nuk është i lehtë as për individin sot. Qoftë thash ka ona ekonomike, qoftë ka ona teknike, kohës, organizimit e listave, dhe më thonë, nëse se ke planifikuar një vit 2 përpara, nuk mundesh me gjetë vend në listë me shku. Edhe nëse dën, domethënë ka një planifikim, nuk është i lehtë si udhëtim, nuk është si umrja. Edhe me menu që mundesh me shku që shumë shkuën me gruan, nanën, motrën, dhëndrën, domethënë 5 veta, është veç pranim i dos. Kom vodo me shku me familje. Numrin e parë kem shku edhe kom vazhduar me bë, edhe më besoj që është pjesë e përgjigjes doas, se përndryshe as vetë nuk di me organizu çështën që shumë bën punë me shku çështë. Nuk di me shpjegu teknikisht. Gjanat janë relative. Dikush i sheh ashtu, dikush çabën mund ta sheh vetëm si një ndërtesë me 4 mure. Na intereson si e përshkruan një artist përjetimin e haxhit. Gjithë kur kom pas me shok të ndryshëm që kanë më herët në numre ose në haxh para se me shkuana. Jam kanë shumë kurrështor me ditë edhe gjithë nuk kanë përgjigja është përjetohet, nuk shpjegohet, përjetohet, nuk shpjegohet, edhe u bësha nervoz ka me shpërgjigje. Pak për shkruaj. Edhe vjen një kohë që thu kishim pas faj, se janë ndjenja përjetime shumë mëdha emocionale. Realisht kuptimin vizual çabja është çaj që ke pa në fotografi. Sa nuk ndryshon. Çaj 4 orë i zi,
po them kushtimisht, me një hark përpara. Që kjo çka është, do më fik që kush nuk është shku, fik që ka pa fotografi është çaja në esencë. Po për hetimet që i ndjen në tokë janë shumë vështirë të shpjegueshme. Nështë unë herë në parë që më shku në Medinë, tani në shku në Mekë. Okay. Domthon ato i vren qartë gjurmt e profetëve. Domthon ndjesia që po ecë në një vend që kanë ecë krejt njerëz më të mirë të botës, profetja njerëz më të mirë të botës, edhe ti e pjesë ti karavani anit që mos kuptohet kjo si barazi me ata, po le të kuptohet si pjesë e karavanit tyne. Apo domthon xhamit janë shtëpitë e Zotit. Po shtëpia më e madhe është Bejtullah, është Meka. Edhe ajo që dim edhe për ligjerimeve të xhallarëve, edhe për leximeve që kemi bërë, është që ato nuk shkon kush don. Shkon ku ne ka mundësu Zoti me komo safer. Nuk mundesh më shku të dikush më safer, nëse ai nuk ti ka hap dyert, nëse ai të ka ftu paraprakisht. Kështu që kjo si meditim është për hetim shumë i fuqishëm vetë. Domthon thirrjen e ka bëu Ibrahimi alayhis salam. Mira vjet para se sa na me orën këtë botë, jemi thirr me shku me vizitu atë vend. Tash ti të përgjigjesh asaj thirrje. Edhe po të mundsohet me shku për mball këto aty në pengesa që thash, që mund me kon teknike, ekonomike, shpirtërore, fizike, gjithçka nuk është e lehtë tash këtë them. Po të plotësohen, po të arrijnë edhe po bësh pjesë e ftesës të këna. Në presidenti, një njeri suksesshëm, jo. Krijuesit, sunduesit, absolutit gjithë shkavit, Zotit. Edhe je çaja që ke ndjesi, nuk di qysh do të me i dhon zonë ndjesisë që saj. Vetë se me përjetu. Ku të shkajsh në haqë, ku të shkajsh në numre, ku të shkajsh në tokë, me e kuptu që je pjesë, po bosh pjesë e shti karavane, edhe shpresoj shumë tash ka thu ndjenja e mirë që të monë, pa morë parasysh që na gabimtar, thu nëse ma ka mundësu me ardhë, inshallah ma ka mundësu më këthy edhe i pasërve më katëve, inshallah ma ka mundësu me, nëse ma ka mundësu me ka mësafir në shpinë e tina. Shpresa dytë vjen, thu pse s'mi ka s'ka logjik mësë mi pranu doat, kështu që shpresoj që mi kanë pranu doat. Edhe doja kryesore gjatë haxhit, gjatë saj është me të pastru, me të lirë shpirtnesh prej egos, prej asaj që të përcjell prej të keqes tonë që vjen prej neve ose prej shejtanit. Atë më na pastru ato mbetet që na kanë met. Më na kthy njerëz më të pastër. Na nuk kena me kanë të mbrojtën 100% na jemi njerëz gabimtar, kena vazhduar me bëra gabime. Po shpresoj të marrë mësime. Kështu që ona emocionale për me është jashtë dëshirës, me be shpjegueshëm, nuk është e mundshme. Me dho keq ato. Çfarë që po them, jam ka e kufizoj në ndjeshmërinë. Prapë se nuk po gjej fjalë më për shkak. Interesante. Disa njerëz për herë të parë ose edhe në çastet e para të kontaktit me qabën, disa prej tyre qeshin, disa çajin, disa përjetojnë vetëm me heshtje. Dardani si e përjetoi? Realisht po ka unë nuk ka njerëz janë punë emocionale ose reflektimit të emocionit. Do i reflektoj shumë çfarë ka thënë, është reflektimi emocional të shumë PHG-ve e vrejnë. Unë nuk jam shumë nuk i shpreh shumë emocionalisht të jashtëm. Unë thash është fjala paqe është më shumë ti që po më vjen në mend. Domethënë kontakti edhe me qabën, edhe me Mekën si vend, pjesës që konsiderohet pjesa e haremit Mekës, si thuhet, ajo pjesa që hyn pjesa e shejt nis tokës. Paqja që ta krijon si tokë, si ambient, është shumë e veçantë. Kur nalesh me këshir është në kuptimin gjeografik është gur, këtu ka gur, nuk ka gjelbrim ato është. Gror është.
Domethënë është jashta perceptimit fizik, është perceptim shpirtëror, ndjesia. E paqja është fjala që kisha më shpjegu, edhe qoftë kontaktin me çabën. Edhe po thuaj me këtë udhtimin është një ndjesi që e kisha shpjeguar tani fjalën paqe. Në çet aspekt prap ka vështirësi nësa me dhokit kuptimet, po paqe është kur brengat, nevojat që njëri e mundojnë në vazhdimsi të jetës, brengat jetësore, të detëve të vazhdueshme, që është normale, zbehen. Je i qetë për i brengave. Ç'është kisha mund me shpjegua atë paqe. Domethënë, apo më sën djali, që ka më bëhë këtë rritet, që ka më bëhë me punën, që ka më bëhë me këto, që ka më bëhë me shpinë, me dëmjeshtër, me brengat zakonshme të përdeshme të cilin njeri që i ka dhe nuk zhveshet asë njeri njët për tyne, ndjesia që e përjetën, atje është që kjo që për një moment keq të bëhen shumë relative, shumë të thjeshta, edhe ka kuptim veç raporti jot me Zotin. Jo sa ato zvoglohen, por qetësia brendshme i rrit i bën më duk të vogla ato. Domethënë është nuk e di nëse e prend. Jo. Shpresoj që më bëhet më shpejt. Unë po ta varoj se është gjë e mirë ashtu. Me parafrusi, nuk jo këtë njëjta, normal, po kush e po prend më po ndjen. Ku të vjen kur e kap fëmin në dorë, kur edhe për një moment gjithçka tjetër për një moment bëhet më e parancishme. A vjen, do më ki breng me moni bares më të madhe, edhe merr fëmin ta në dorë, peshe për të parë fëmin që e ke prit, që e ke dash, në thoshmëria njëjtë dën fëmin. Edhe e merr në dorë dhe për çdo moment nuk e ki më brengën e banesës. Aja kam duke thyer në vazhdimsi mas një kohë, po është ndjenjë fuqishme. Është ndjenjë fuqishme sa po kjo është megjithatë është e kufizuar në pak kohë. Çfarë më thënë? Atje është pak më e gjatë. Atje është pak më gjatë. Domethënë gjatë këtë qëndrimit atje çoft numre, edhe në haxh tash domthon umra shkon afërsisht 80 ditësh, 11 ditë, 9 ditë varet prej organizimeve. Haxhi ka 24-5 ditë në atje. Siku në Mekë dhe në Medinë. Dhe në 24-5 ditë u mësova me një qetësi, me një vera atje gjithçka me marr ma çaja që thonë slang, ma babush me kono atë. Bon, sa se sish. A den fillon me po kerrën në esencë fort. Kerrë është heker, bra. Apo den. Po sot nuk e shoh heker. Si vjen ai thu pa, heker ai veç ky heker më i mirë. A den e don heker. Atje të bëhet që kjo është ndjesia e paqes që po mundona me shpjegu me fjalë, të mundu me shpjegu se thash është ndjesia është që shpjegohet dashuria. Atë ka 100 terma dhe asnjëri thotë se kam qit pikën se është ndjesi e fuqishme që është shumë vështirë me shpjegu. Roli i familjarëve në këtë rast që i ka qenë aty në përjetimin e çapës. Ti në çapën ndoshta ke qenë, po imagjinoj që ke qenë edhe vetë. Ose me shoqëri. Këtë rast si ishte, a ishte më ndryshe me familje të shkosh atje? Kjo u kon kopolla ndjenjes tash. Okay. Nuk disha ça ndjesi mbi ndjesi. Ndjesi mbi ndjesi, domethënë nuk vallajn, po foli shumë sinqerisht, domethënë nuk di çka më mirë. Atë nuk di domethënë se në momentet caktuara tash ku e ka numër edhe i ka një moment të mirë shpirtëror, pe dëshirës që je mirë, te dëni pas edhe njerëz të dashur të çto. Thua ti shkon nona. Ti shkon gruaja. Ti shkon motra. Unë kum pas, në Mekë kum pas çto. A do të thonë ka herë më duket që është e mundshme me kon realitet. Do më foli shumë sinqerisht se e di që njerëz natyrshëm bojnë llogaritë, sidomos na shqiptarët. Do të thonë kush në mos ani por është 300 karri ka 4 euro, sa i ka fitu kë apo den. E di që njerëz kur ti shohin këta numra kanë menuar që për më gjendje ekonomike të ardhojnë ka super. Vallai përbes nuk e di çush në punë, se unë nuk kam gjendje ekonomike me shku çështë. Shumë sinqerisht po them.
Do më thash, veç e konsideroj, është pra puna të ajo thirrja e e mysafirit. konsideroj që është pjesë e përgjigjes të Allahut në lutjen e dëshirën që e kam pas, se do më thonë, nuk e di, do më thonë, adin që njeri në rrugë pa kry që thojnë, dikush është kaskader në biznes, hen në thot kur fa plane, s'kam, si kam kur gjëve që hi, dhe gati që ashtu kanë edhe qysh kanë dalë, nuk e di. Nuk e di, me kalkulator, më thirr tash atë këja, më thonë çuçi keni bën tham. Për bes nuk di atë. Nuk di qysh. Si ardhen se u grumbullon nuk e. Si ardhen si grumbullon çan ndodhet në bord vend diçka ndodh diçka që Veç e di që u bë. atë veç e di që u bë, veç e di që u bëj kjo gjithçka edhe atë nuk e di, domethënë u kanë është e paspjegueshme, nuk unë jam zakonisht nuk kam qef jam racional, kam qef me dhënë sanave kuptim logjik, si natyrë. E qite off logjikën. Apo të edhe veç vjen një moment që thu nuk është bërë kjo, nuk ka nevojë më për logjika vetëm. Je ka folur me diçka që edhe logjika e nënshtrohet, edhe fizika e nënshtrohet, edhe koha e nënshtrohet. Zotit. Allahut. Gjithçka e nënshtrohet atij. Ai kur dan të logjikshmën, fizikën, kimin e bën të kundërtën. Qysh e ka bëu me Ibrahimin alayhis salam. Praktikisht zemë djeg. Shkatërron gjithçka. Zemi ka fuqi edhe hekrin, edhe gurën, edhe gjithçka më shkri. Bënojnë ftoft edhe i sigurt për Ibrahimin. Në Kur'an. Bënojnë ftoft edhe i sigurt për Ibrahimin alayhis salam. Më ka me meditu gjatë haxhit, historinë e Ibrahimit alayhis salam, se haxhi është Mekka fillon me Ibrahimin alayhis salam. Edhe këto mësimet profetëve nuk janë skenaret në Netflixit, veç për me kanë entertainment të bukura. Edhe pse janë të bukura, nuk janë ardhur për me kanë veç të bukura, janë ardhur për me na dhënë mësime. Me kuptu që raporti me Allahun, me Zotin, me krijuesin, nuk është raport që dosh me nënshtru fizikës, që dosh me nënshtru logjikës, që dosh me nënshtru kimisë. Jo që përjashtohen këto, po jo parimisht me nënshtruan. Ajo është Zoti i gjithë shkafit, ajo është Zoti edhe i kimisë, edhe i fizikës, edhe i logjikës. Krejti ndryshon kur ai don. Edhe përvoja me Zotin gjatë jetës e bën me kuptu këto. Gjithçka tjetër dosh me kanë marrë logjikës punës atë. Nuk mundesh me thonë ti unë po du me punu çto a bëj me kanë në moderator, po du 20 mijë rrogë. S'ka logjik. E shyshe kush interesi institucionit pagu ty që ka bjen të mëras, adin ka logjikë do të sa rrihet kjo. Çto është raporti mes krijesave? Nuk është raporti ashtu me Zotin. Gjallë vjetë të jetë, kemi jetu në xhenet për herë. Çka bën ti për gjallë vjetë me fitu xhenetin? Se Zoti ka ndërtu këto raporte. Zoti jep shumë, Zoti ka shumë. Kështu që kjo është mësime që i marrën për vetë haxhit, që lidhet me Ibrahimin alayhis salam, që lidhet me Ismailin alayhis salam. Haxhi nuk nis me profetin. Kto duhet me dinë njerëz, besoj që në pjesën e tjetër mund të pas informacion. Haxhi nuk nis me pejgamberin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi Muhammed është ai që e ka pastruar prej politeizmit. Aso që njerëzit me kohën kanë ditë me përshkëlli ato që ka ardhur me Ibrahimin alayhis salam. Po haxhi fillon me Ibrahimin alayhis salam. Mekka fillon me Ibrahimin, me Ismailin alayhis salam. Edhe thash natyrshëm i shatu gjurmë. Çufta fizike, është me kamë Ibrahim, guri ku ka hyrë Ibrahimi, është guri i zi, është vetë çabja, që është ndërtuar prej Ibrahimit dhe Ismailit. Këto gjurmë i vren, domethënë është xhamrati ajo ku hedhën gurt. Njerëzit i shohin si proces teknik. Ndjesia shpirtërore, meditimet ato janë diçka tjetër. A nuk ta morën ndjesinë e shijimit, ndoshta numri i madh i njerëzve. Kallabllak shumë nuk po mundu me për këtë. Përkundrazi. Do i moshuar aty ndoshta që s'ka mujt me hec sikur ti. Jo. Nëse e shikoj me logjik kështu. Do të thash, atje është që grumbulli i njerëzve në Mekë dallon me grumbull të tjerë. Do të thonë ti kur shkojsh çamë me kanë grumbull njerëz të tjerë, për mos si shembull, më shpjegoj sa që po them si ndjesi.
hajtë pas mi loj futbollit, stadium shku njerëz bëhen grumbull. Ti ki rezerva ndaj secilit që i ki ngacë nuk e din çfarë qasja, është me ekipin tanë, është me ekipin kundërshtar. A e dën shumë ekipin, ose dën shumë ekipin. A vetë sport dash, ose vetë kështu, kështu. A den domthon ki rezerva këshyre ka ai ka dikush ka ardh, unë marr veç me shiu, ti ki e lidhen shumë emocionale me ato do jetën që më shiu, veç po du me fitu me hile, apo dën se vetëm fiton ekipi jam. So kalon Shqipnia me Serbinë, mos mani mu veç let fitojmë, dikush ka thotë jo këtu këna kështu, dikush e percepton. Atë mbrana 100.000 veta që në stadion, mund me kanë edhe 100 mendime të ndryshme. Mbrana 4 milion veta, 2 milion veta që në hajj. Jeni kamerani kryesisht këtë njëjtë. Me arrit në atësinë e Zotit. Që kjo ndjesi e bën një atmosferë vllazërore. Veshja të gjithëve njëjtë. Veshja njëjtë. Kena më vesh këtë një hram. Misioni njëjtë. Qëllimi i krejtëve njëjtë. Dallën veç ngjyra, dallën veç gjuha, dallën gjatësia, dallën gjinia, po kur gjë tjetër. Dallën veç ona fizike. Gjithçka e mbrëmshme është e njëjtë. Edhe ki momente ka herë që ndodh në guzhmën e haxhilerëve, ku shtyn të vranë dhe nevoja të dyve është halal. Ajo është indian, ajo është japan kum po, grup japonez, musliman shkunditas që kanë Japoni. Keni grup, nuk e i vogël, e posh, u marrë shumë që di. Edhe e sheh edhe thu koncepti për jetën, për vdekjen, për Zotin, i kit njëjtë. As gjuhën, as më përshëndet s'dishëm, po selam aleikum. Me njëri tjetrin, po kishëm shumë ngjashmëri në gjithçka tjetër. Por sta është turm tjetër është ajo. Nuk mundesh me marrë me turmat e pazarit. Njëri ka dalë për fitime tjera ekonomike, tjetri ka dalë për nevoja, tjetri ka dalë për kështu, shumë çka tjera. Nuk është turma stadiumit, nuk është turm tjetër. Është turm, është atmosferë tjetër. Që thash, në vim të fundit që për me tani që e nisëm fillim. Mësoni me përgjigjen e haxhilerëve që nuk shpjegohet. E përmendet që ke bë lutje, ke shfrytzuar si shumica, ose më thon gjithë të tjerëve. Përveç pjesës që e ki shumë private ku nuk preferojmë ta shfaqim. Cila është ndoshta prej lutjeve që e ke bë më shpeshti? Po lutjet janë private këtë. Kre. Lutja që dihet domos në Arafat, aja që është e përgjithshme është la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir. Do të thonë aja që lutja më e përgjithshme është udhëtimi drejt njohjes Zotit. Zoti ka në Koran kanë du unë e udhëzoj edhe kanë du e lënë lajthitje. Kështu që nuk është këtë dorën tonë me shiu këto. Është risk. Edhe u lëqa me mashtu riskun që të aspekt. U lëqa qatë sa të ka jep me njohë Allahun e shesa e kanë shme është. E sa nuk e njohën. Edhe para në me thonë Franca është shteti bukur, Roma është shteti historik. Edhe qëndi kështë të qëvish Koloseo. Por Roma i ka 400 sana tjera që doshmi zbilu janë të bukura me shiu. Edhe është Roma, është shumë i vogël. Tash na mena të cungum, nuk e njohëm shumë Zotin sa duhet. Edhe qatë sa nje, e shesa sa shije mirë është. Çfarë ndjesi emocionale po ta jap. Edhe shoh Zot, mund sa ma hala më të njoh më shumë. Mund sa ma hala më ofru më shumë se nuk ka krahasim. Po nuk di qysh pa krahasim me ofru si ndjesi. Para më në dikujna që nuk e ka njohur nanën. Edhe njerëz që kanë nanë të kallzojnë vazhdimisht sa e mirë është
ndjenja nanës. Kum pala për emisione njerëz që në rritje timore se kanë njohur anën vetë biologjike, edhe dëshirën e tyre me njohë, veç me pa, veç me një herë, veç me pa diçka. Edhe kur i shet takohen, ai se ka pa, se ka njohë, s'ka përjetimi me nanën vet. Për x arsye, s'po do me gjyku të arsye, s'po më ka folën të përgjithshme. Ai e posa fuqishëm janë emocionet. Veç e din që aja është arsyeja e krijimit biologjik. Arsyeja e krijimit absolut. Gjithçka fuqir Zoti, s'ka asoj me kënje. Edhe ti fillon me njoft, e tani kjo është dëshirë me njoft ma shumë. Vish në mundësof Zoti me njoft alo ma shumë. Na po kërkojmë shtretër sa më komod mënyrë që ta bëjmë një gjumë rehatshëm. Ju po shkoni po flani atje në Kodër dhe po thoni përjetim të paharruar kënaqësie. Po që kjo është të mon teknikisht për njerëz që nuk janë kanë haxh dhe nuk mund me ditë ose se kanë ditë ose nuk e dinë. Po i bëjnë një shpjegim teknik. Shkon Arafat. Arafati është pika kryesore e haxhit. Është një kodër e thjeshtë si këtë kodrat e botës. Pa kur faranësie të ekosistemit, praktikisht. Një kodër me gurë dhe një territori i saj. Gjithçka në atë kodër ndryshon me ditën, me kohën e caktuar, fillon për kohës drekës deri në akşam, aja kodër merr një kuptim tjetër. Një ndjesi tjetër. Rren edhe për shembull kjo është teknikisht ndodhsen i parë, fillon çliçe, fillon lutja, mas kësaj kemë shku mas perëndimit diellit, përfundon rituali i Arafatit, dita e Arafatit, dita më e mirë e vitit. Edhe nisesh për Muzdalife. Muzdalife është një lugin, një zonë që profeti sallallahu alajhi wasallam ka zgjedhur pushoj mas Arafatit përpara se të niset për hedhjen e gurëve. Muzdalife as nuk ka shatora, as nuk ka kurrë, në tokë të Zotit je, nëse kina i qebe i me fat, edhe dush më unë qebe edhe me nejt, edhe nalësh edhe një mëndë të je i përmbushën shumë. është lehtësimi që ta bën mas daljes Arafatit. Një lloj Arafati, një përjetim, një meditim që e ki të mbranshëm është një lloj ripërtritje e beslidhjes me Zotin. Një ripërtritje e raporte me Zotin. Sikur se prapa e marrë krahasim me prind se nuk po mund me parafru me një shembull tjetër. Sikur mas një prind, një fëmijë që njihet që nuk ka zonë si më i mirë, nuk ka fëmia më i mirë edhe din që ka hin hak prindit vet, po e din që prindi vet është i mirë. Edhe ajo është i gatshëm gjithmonë, ai po prindi gjithmonë e kini një derë të qel për me ripërtrit raportin. Te Zoti që aloh e derë më shumë. Edhe duhet një ripërtritje. Ti kimë shku me një lloj takimi që ai të kaftu. Edhe eden që ke bolë shime, eden ai të ka dhënë shumë, ti pak e përgjigj. Shumë të ka dhënë ajo. Edhe sikur ju të mundoni ti ngjani mirësitë e Zotit dhe të mundeni. Aja të koranor është. Qëto. Domethënë nuk mund të më ngjej mirësitë e çtuhet. Gjithçka që është dhe unë është për Zotit. Gjithçka që na shohim, vlerësojmë, ndjejmë, prekim, këtë shqisat. Shqisat tona si ndjesi edhe shqisat tona si reflektimi, bashkë është për Zotit. E ti sa arshimet i ke bë, po ke më kthyet në Zot që ai po thret me ripërtri raportin. Ai po hajde ta ripërtrim raportin. Hajde po të kthejnë zero. Hajde po t'i fali, po të dhanë shansën e dytë. Edhe ti del për kësaj lehtësimit, kemë shku tash me pushu në Muzdalife, në pikën e sallit, dhëut, me ushtriq ato që, nuk është dhëu më i butë. Edhe nalësh me nuk, mëse me kondjesia me Zotin keq apo bëndohet shumë palidhje. Ushtrime një kodër edhe përrejnë. Edhe është në raportin me Zotin edhe merr kuptim gjithçka tjetër.
për shta që të është e qysh po thoni na knash të ne me pasagjerë. Ato s'në ngjer nuk rën. Se në Arafat belen shotorët e mire, ka klima, rën dështrota, janë të mirë, bukur mirë dyshek ti kanë bo. Më në thash, ma mirë zbën e bo, që ka që do të? Asë një letësim ashtë në zbën atë. Asë një letësim më do këtë anit e prema, bëten. Ndjesia me që më do këtë e prem. Se ti fëmi spate, po prind, shpresoj që i ki gjallë. A ki po kur vjen e moment të gjatë jetës kur prindit të lyp një ndim. Anë ty duke që u bërë shumë diçka. Edhe nuk e din a je ma gëzushëm te, që i ndimove, a është ma gëzushëm aj që u bërë që i ndimove te. Ati që pe kërë ndimen. Në më ka herë ndohë që ti një shumë më mirë. Në më nuk din të, bëllaj, aja thëtë fajmë dhejt, ta vënon, aja fajmë dhejt e një muve shumë, ti dësh më thonë, unë du më thonë ty fajmë dhejt që ma dhe mundësin se ndjenja që ta bona është shumë e modë so që unë një gutujta që ta. Që si ndjeni dëshysh. Shumë shtirë me i kap, vetë se udhimi i haxhit, edhe pse duket i gjatë në praktik, është një miniaturë e jetës. Miniaturë e jetës. I kalen do fotografi, në fund vjen i kohë, ma pa thonë janë një njeri menshëm nuk e di burimin, po e moj me në fjalin, se ke jeta është 3-4 fotografi krejtë. Vjen një moment që i thuni plaku 80 vjeçar, që ka mon men për jetë, sa i 84 fotografi. 80 vjet i ka jetë, 84 fotografi i kam. Fotografi për thënë vizuale, po kujtime. 4 kujtime që i mon men për jetës. Kjo, dhe i ka edhe qka emocionale. Njëtë e vetë dhe 20 vjeçar dhe i ka 4 fotografi. Në 80 vjet, këtimërisht 80 vjet, e kuptën cilat janë fotografi të reale që i mon men. Aden, kur ti është shkollë të mesme, natyrshëm këmë thonë, për 3-4 fotografive tjetër që i ki, 2 të bojnë plan me shkollën, 2 dykun në familje, ose me lojnë, se që ka që i vogël je. Thu, kujtimi maj mirë i fotografi jetës ta më është ku ma ka blej babi që t'lodër, se i vogël. Kur ti bëj 70 vjet, kemi kuptu që janë kanë fotografi të reale të jetës tonë. Vishë është që në shkollë heq, kejtë shkollën, 10 vjet, 30 vjet, studime, hecë e ki si kështë një fotografi. E mon me një kujtim të fuqeshëm. Për shembull apo. Kum pas fatin ka herë me bo me njerëz të më shumë këtë muhabet. Edhe në çajnë ato godicet për ty apo. Çka janë, i ke bo 80 vjet, i ke bo 70 vjet, cilat janë kujtimet që janë ngolit. Domthon, janë 4-5 fragmente të jetës që njerëz i përcjellin. Kur të vjen jo ma e fuqishme e shymja tjetër, po 4-5 mesin, maksimalisht 5. Kjo është edhe i mesazhi i hramit dhe i hramit e haxhit, tash është një miniaturë e jetës. Në pak momente, ai çfarë barta kujton edhe familjen edhe në 4-5 ditë të shtin ta kujton shumë të rëndësishme. Domethënë, a di çfarë kuptimi e kam pasur kom blek herën e parë. Ma kujtim ma palidhe se shtash mos më kujtu po. Në çfarë moment mu da këshën gjithçka apo. Isha kur s'kam harru falëndësie që kom blek herën e parë. U bona anë blek herë. Edhe në ke kalumnit prej fëmis që varet prej prindve, tash dolën pavarësi ekonomike, u bona ti me marr vendime blerjeve të maja, e mora shembull. Edhe e blen kerën. Më kuptu të rritë që kanë kanë edhe e bojnë, edhe kanë ndjesi edhe thonë djesi më të mirë sa kur u bona i Zoti i vetës. Edhe bleva kerën, edhe tani thu, mas 10 vjetë që u bo prind, i kanë ndruja 10 kerë. Për shembull, ose 15 vjetë, ose 20 vjetë. I thu, e ma më thuj, kalla që kerën, unë i mbo bob. Unë kerë është lamarin, që është loku i kam thmit, kështë ta moment si kujtim. Apo kupton? Moment saktum në vlerësojmë diçka. Po. Edhe është ashtë të fëmija, jam që e vlerësojmë që sanin kër e kom ble telefonin. A e shtë janë kujtinë tina. Me vën kam e kuptuaj që o delem, këtu janë aktimet vogla, të shkurta. Jeta kam më servu sana shumë të fëqeshme, edhe ato që janë më të fëqeshmet, nuk janë materiale. Nuk është materiale. Sa pare kjo dhonë këtë linë të mija, si e pare këtë jem të mija. A është dhëratë e Zotit. Po kuptan? Edhe me të pashleshme.
Gjendja e partnerit nuk është çështje ekonomike. Pa e shoku të jetës. Ma të pashlyshëm. Kujtimet që ndërtohen. Nëse me këta njerëz të rëndësishëm janë kujtimet pashlyshme, kujtimet e takimeve shpirtërore me Zotin, ku kanë nxorën? Vetë se kanë nxorën në krye të listës. Kështu që çaja është ai pretimi që është shumë hoxhër. Nëse umra është infuzion i kthjellësisë plagështisë të anës materiale që ta jep jeta, ta jep një farë infuzionit të kthjellët, hoxhë është një operim. Hoxhë është operim, po të zhvesh ke mirë. Jo është një infuzion, po të stish në sallë. Në sallë të zhveshjes anës së neve për ngarkon ana materiale shumë. Nësot nuk ka lidhje, sot ishe kriteret e njerëzve. Nuk ka lidhje ma herët kanë çka përmbajtëson njeri. Nuk kanë përmbajtëson si vlerë, jo si pasuni. U kanë i pasën, po kushtimisht kush qik s'ka e për gru, se s'ki pasë e më të mirë. Edhe i kanë i vakë, një ka e gjenë dikan kesh të furë për njeri. Ma herët ka pas njerëzimi, kohët fundit, ona materiale e kanë poshtë shumë. Facebooku, lajku, follow, aja kjo ishe shumë në ka përfshi ona materiale. Shumë. Edhe po të vyke me hinë perime. Ka herë më zhvesh prej narratives që e keni onës materiale gjithçka. Sot të suksesshëm është kush ka mri, grada shkencore, kush ka mri rrogë të mirë, pozicion të mirë, autoritet të mirë, pa marrë parasysh çka është ai. Apo den, pa marrë parasysh me çfarë koste ka mri. Apo den, domethënë, këto narrative në media për gjyshet tona. Në atë kohë s'kan ditë, në atë kohë, i vlerësojmë dhe në fund. Po përveç cëllë universitet i dijes sot, po arrin me nxjerrë një asja dhe me ashari. Nana Zahide i kanë nxjerrë, çaja gjyshe e unë i kanë nxjerrë. Pa pikë shkolla, nështë ta me lexuar s'ka ditë. Sot doktor shkencë i shkruan asaj motrës ose s'ka ditë me eduku fëmijën e vet. Në psikologji i shkruan. Çysh do ja. Kjo si vlerë, domethënë, vetëm çysh çaja që për rënona që ka shlet. Po. A na ka përfshi kjo, se grada përpara, DR, profesoresh, asesuar, bla bla. Që kjo, filan kjo, mas vetës ka çka bagazh ekonomik, autoritet, follow, like, views-a, e tash ja morën fjalën filan. Që shumë dive kur të shkeli kama në tokën ku është i varrosur pejgamberi alayhis salam. Medina, po. Tash po dalëm prej tokës Ibrahimit alayhis salam, edhe Ismailit që është Mekka. Aja është toka e pejgamberit sallam, padyshim. Tash po dalëm te Medina. Ajo Mekka ka një dinamik pak më të madhe. Mekka ka një dinamik, ka një jashtë haremit një zhurmë pak të madhe ndoshta jashtë. Edhe tash vjen te krijesa më e mirë e dunjas. Edhe ahiretit. Nuk ka krijesë më të mirë se Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Edhe më herët kur nishe transmetimet haditheve. Për shembull ka në Nesi është ndriçu, është bën nur Medina kur ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Edhe thot është rësu kur ka vdek ai. Duket shprehje poetike. Edhe po mirë, shumë pas ka poetikisht po tingëllon mirë, se edhe aja fizikisht ai diell ka rrezatu. Që tash unë tham ja është nuk është poetike, është e ndjeshme kjo. Ndriçimin që Zoti ja ka jap Medinës. Që ka bë se Medina ta dim për njerëz. Medina do thirr Yathrib. Emri origjinali i Medinës është Yathrib. Medina arabisht i bën qytet. Edhe emri i plotë i Medinës është Medina Rasulullah, qyteti i dërguimit Allahut. Pej kur Allah ka vendosur sa qytet me qenë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ai ka marrë pe nurit tina. Pe qetësisë. O polici është më i butë.
o shqitësi është ma i butë. O gjithë shka është ma e butë. Kjo është ndjesi jo jamja. E kretve që në konë Medine. Qoftë që në komentar që këm po, qoftë që i kanë orë, që është të dëk, përgjigja është njëjtë. Nëse dikush të e ndryshe, s'po di, kush më të e ndryshe. është ndjesi e përbashkët të gjithëve. Medina ka marrë prej qetësisë të njëjtën që e gjen hadithe që thojnë ta kemë profetin. Sepse Medina, nëse na sakohem me profetin fizikisht, apo ne e dim që selamit kthehet, kujt është profeti të vorrit. Ne e dim që është ta kemë me thirrjen e tina, me ndërtimin, me farën ku është bi Islami. Nëse Mekka, banorët e Mekës se kanë përzon, dhe se kanë latë farë me urrit, në kohën e profetit, Medina është toka që e ka bot pleshme, e ka bo me lind fare e Islamit, kështu që atë erën e asoj pemës të Islamit janë një Medina fëqeshëm, ishe rajt e saj, të ngëlleta, ishe prejtohet e, o prej njerëzve ma, qërë këtë haqilert, ki njerëz që e dojnë Zotin shumë. Ki njerëz që, po më ndodhë që s'ka informacione shumë. Po ndjesia është e përjashtuar prej kësaj. I nështë do të më shumë që nështë da haxhi që ishin mosh, nështë nuk kanë literaturë shumë të lexuar, nështë nuk kanë apo në fat për hetimin të Medinës bëshin, edhe me medituar. Shpirtore bre, shpirtërore bre. Qytet e du qas shumë Kosovën, mos t'ingloj as patetik, e as patriotik, po për me e du shumë, sa që nuk më me paramenu vetën, me jetu dikon, tjetër jashtë asaj. Se kom paramenu kur. Moj për fazë, caktume, më thot dikosh që me t'inglu hipokrit. Më thonë apo vjen zvizë për të dalë shto po thon për një fazë caktuar vi, po ma jep një shtëpi 1 milioner, tani qyri shes se bëj diçka ose moj shtëpinë në Shemëqiro. Po më thon se më kthy kur në Kosovë. E kom pas trashëguar për babë dashurinë me vendet, atë vllajut, me mllajut. Është i vetmi vend. I vetmi vend. Që ka shti ka e menu më të dho mundësia që kësha bash Medina. As Mekka. Dhe me thonë, të vetë me në ofertë. është Medina që ma kësh lekund. Nuk e di. Dhe me thonë nuk e di, vetë se e njëva një thonin të Imam Malikut, një për 4 imamve të maj, kështë thonë Mekka dhe Medina në 2 qytetet e shajta, janë sytë e bodit. Po, syni djatë është Medina. Syni djatë është Medina. Për fund, Ardans, pas ju ktheve, si u ambientove, nëse veç i ambientu, dhe qysh mendon që kjo kohë gati 1 mujore ka me reflektu në jetën personale dhe profesionale të Ardanit? Për besë në halon nuk kema ambientu, dhe më thonë, realisht, tham para se me hinë e misjana, unë vetë kom pas shef, po e ndisha një farë lloj obligimi moral, se dita që njerëz kanë qef me indoktu për kujtime, se me qef kisha nevoj një izolim me uri socializuar në këtë vend edhe njëherë, se jam i pa socializuar mentalisht, halo. Emocionalisht, edhe shpirtnisht, edhe fizikisht, dhe më halo me gjumin jam të e përshtat rutinës 1 mujore që e kom pas atje. Dhe më nuk kem ka muj me hinë në orën normal që më konë. Alo jam pak a jam venalia jo, alo të riadaptu. Më do këtë si me ndru banesëm. Që të vyjë një reorganizim. Praktikisht, për këtë pyetje nuk kam për me përgjigje për momentin. Alo jam pak që të thëmë muj me konë improvizim. I përgjigjes. Praktikisht. Veç të ri, veç të adaptona në njëtë shose. Vi menin një përjetim të emocional, edhe praktikisht më duhet kam dijen që
Qa po flasë nuk o ka dëpërtat të ti. Unë kam djeni, thërë mja, su ka edhin kë, që kem ka fuli. A për kuptan? Dhe mo që ashtu për njëna përmejtën me krejt, apo të në. Dhe qysh, një dardan... S'pon filitin, mjaftushëm. Po, se janë kam filitin mjaftushëm. Që shqendjesi e kam. Edhe me shumë sinceritet, mo, se janë kam filitin më masë. Qysh e vla, që për hajt, fajmë dejet. Po shkruan sikur me kanë do ditë në xhenet edhe me ardh. Më u kthy. Si më kanë xhenet? Jetu është përshkruar. Po, në atë formë. Nuk e di pas ta thash është nevoja me jam Allah më mësof me njoft të la më shumë, me dash të la më shumë, se është. Amin. Faleminderit shumë Dardan që i ndajte gjitha këto me neve. Faleminderit për ju për ftesën, edhe për këto përkujtime edhe këto ndjenja që i ndajtëm së bashku. Shpresoj shumë që kjo për këtu janë përmendjesi personale. Edhe nuk jam ashtu më i zoti me përshkru, me përshkru në mënyrë origjinale pak a shumë si ndjesi. S'pëdi. Zoti dosht këtë popullin tam. Amin. Dashur me që ishte ky episoda radhës e Z Podcast, uroj të keni kaluar çast të këndshme edhe deri në takimin e radhës. Mirëmbëjtje. Natën e mirë, selam aleikum.